le të ndjekim në monitor disa sekuenca të festivaleve në dite dhe më vonë këngëtarja përmetare Teuta Pango në emigracion në Athin Greqi ka ardhur për të përshëndetur festivalin me një këngë. Ju përshëndes, me që se kemi shumë atletarë këtu, me këngën Tre Prizreni. Será que estou, soy
Zonjës Teuta Pando, pastarëse e dej e një këngëtare të madhe me origjinë përmetare, që me zërin e saj brillant na ka zbukuruar festivalet tona poetike për vite me radhë. Pjesëmarrëse aktive në aktivitetet e zhvilluara nga klubi shkrimtarëve dhe artistëve në infrashtë përmet dhe promovimin e kulturës shqiptare në Ballkan dhe në Europë. Po kjo është tre kontare. Shkënaqësi për mua. Kam 5 vjetë rresht që vi çdo 24 maj këtu dhe jam shumë emocionuar me këtë dhuratë kaq të bukur. Faleminderit shumë. Kish këtu dhe 30 vjetë 24 maj të tjerë. Atëherë japim kohë juve të të rinjën për të vlerësuar, ne do vazhdojmë se kemi disa çmime tjera. Kemi dhe 2 miq të veçantë që nderojnë festivalin tonë, të ardhur nga Rumania. Unë dua të ftoj në duart rokitjet e tua të fuqishme për të përshëndetur aktivitetin tonë, profesor doktor Teodosia Petrescu dhe akademikun e shquar Konstantin Barbu, shoqëruar nga miku i klubit tonë, profesor doktor Jeton Kelmendi. I presim në ritmin e duart rokitjeve tuaja. Një duart rokitje të fortë, jo, më fort. Nuk e dëgjoj. Më fort akoma. Profesor doktor Teodosia Petrescu, po i lexoj motivacionin për kontributin e shquar në promovimin e artit dhe kulturës shqiptare dhe asaj përmetare, kudo brenda dhe jashtë Shqipërisë. Mik i shquar i qytetit të Përmetit. Sa për një informacion, zotëriu është kancelar, përfaqësues i Teodosia Petrescu, pra i peshkut të Konstancës, dhe është po ashtu prodekani Fakultetit të Teologjisë. Pra nuk ka mundur të vijë Teodosia dhe në emrin e tij do ta merr çmimin me pra kancelar, dhe sigurisht do ta bëjë të shkon të përpiqet shkurtë se do të përkthejë në Shqipëri. In the name of my Archbishop Teodosia Petrescu, the President of Academia Tropicana Constanța, I want to thank you for all your kindness. You are great people, full of joy, full of life, full of everything you need for a better life. Në emrin e Teodosia Petrescu, pra Arkipieshkrit të Konstancës, thot me lejonin t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj përzemërsisht. Këtu shoh se ju jeni plot jetë, plot kuptim, plot dashuri dhe plot të mira. Thank you very much. Falenderoj shumë. Zotit Konstantin Barbu, miku i naimit, me motivacion për pjesëmarrjen dhe promovimin e të
detyrësisht shqipe dhe asaj rumune në edicionin e 10 të festivalit në gjurmët në Imjane. Miku i Naimit, miku i qytetit përmet Shqipëri. Ju falenderoj në gjuhën frege sepse është frankofon dhe në vend të fjalës thotë se do të lexoj një poezi të shkurtër në gjuhën rumune. Sigur în spatele vidului stau spate cu mine și nu-mi pare rău că mi s-a mâncat cadavrul de îndată ce m-am născut. Acum sunt anarhist, cu acte și fără acte. Encore une fois, je vous remercie. Vous êtes très gentil et très généreux. Je vous remercie. Thotë se ndjen shumë i prekur dhe natyrisht edhe i lumtur, sepse ndodhem besim tuaj dhe këtu pra miku nga Rumania gjen kuptime dhe vërtet po ka fjalë shumë të mira gjatë këtyre dy ditëve për ju. Kisha të qëndroni në skenë, edhe zotëria tjetër, edhe Teodosie, edhe të qëndroni në skenë. Tani pak më parë, ne shijuam poezinë e Corina Paralescu. Mirë po, për t'i dhënë në ritëm, për të mos në prerë garën e poetëve konkurrues, unë nuk jam në qova çmimin. Corina. Zonja Corina Paralescu, për pjesëmarrjen në 179 vjetorin e lindjes së poetit kombëtar të Lindjes Naim Frashi, dhjetëtorin e krijimit të shkrimtarëve dhe artistëve Naim Frashi, përmet për promovimin e kulturës shqiptare dhe asaj rumune në vendet tona dhe më gjërë, mike e Naimit. Thank you very much. S'il vous plaît, Monsieur Mabou, elle m'a dit pour t'inviter ici pour faire une photo comme une bonne mémoire ici. Also, you are invited to Romanians because we honor and so to make a picture, a good memory in Albania. Për zotin Teodir Petrescu, piktoria jonë, Flutra Maçi, jam në dijeni që ka stiluar portretin e tij, ka pikturuar portretin e tij. Do doja që Flutra t'i bashkohe miqve rumun për t'i adhuruar portretin e realizuar nga ajo. Edhe ndoj duar turkitje, nuk do të keq. Jeton, mund të që dhe ti pa vlerësimin tonë, sepse ti e mikur i shtrejtë në asil këta miqka i të shmorë. Miku i Naimit, i jepet jeton Kelmekut i Prishtinë, për kontributin e shuar në aktivitetet e klubit të shkrimtarëve dhe artistëve Naim Frashi, për promovimin e poetëve dhe krimtarisë së anëtarëve të klubit në rajon dhe në kohë. Mik i shquar i Naimit dhe i përmetit. Për ty jeton të Naim. Tani
kur flet për miqt dhe për këtë është i çik më lehtë sepse ata thonë diçka dhe ti e transmeton. Po kur të vjerava të thuash diçka për vetë që nga më vështirë. Aq më shumë se tashi unë gati po e ndjej veten si përmetar. Ajo që do doja ta them është se përmeti simbolizon vërtet si thua atë pjesën militare të shqiptarizmës. Duke dëruar miq që na vinë si rasti nga Romania, sepse ne dimë se rilinda si tanë, aty organizuan dhe pikërisht në datën 13 nëntor në hotelin Continental, pikërisht në Bukuresht, Ismail Qemal Vlora, se bashku me rilindasit e tjerë vendosen që ta shpallin Shqipërinë shtet pavarur. Pra, kemi një lidhje dhe shpirtërore me miqtan nga Romania, dhe duke i nderuar ata, konsideroj që i nderojmë edhe vetën. Nga ana ime falenderit klubit, falenderit të gjithë ju që bëni këtë aktivitet kaq të bukur. Zoti ju bekoftë. Ftojmë në skenë poetët fitues të çmimeve të para të 9 edicioneve të kaluara, Zonja Vezotrit, Zeqir Gërballa, Osa, Kujtim Mateli, Tiranë, Elida Rusta, Shkodër, Lola Shej, Tiranë, Sinan Vaga, Përmet, Ajne Ibe Hysaj, Deçan, Kosovë, Anila Mihali, Përmet, Ermira Rama, Patos dhe Edlia Gjani, Kret. Ftojmë nëntë fituesit për të marrë certifikata dhe lunet, sepse fituesi 10 do shpallet sonte. S'pas keni emocione fare në duket. Poetit dhe artistit që i përfundojnë emocionet ka paruar. Hajde një miq, shpejt. Ju lutem nga Sinan. Edhe një emrat, Zeqir Gërballa, Osa, Kujtim Mateli, Tiranë, Elida Rus, Shkodër, Lola Shej në kemi këtu, Sinan Vaga Përmet, Ajne Ibe Hysaj, Deçan, Kosovë, Anila Mihali, Elmira Rama, Patos dhe Edlia Gjani, Kret, Greqi. Certifikatave, Zeqir Gërballa. Kujtim Mateli. Elida Rusta nuk vjen. Vazhdojmë me Lola Shej. Kemi Sinan Vaga. Ajne Ibe Hysaj ngon. Anila Mihali. Elmira Rama. E mone ti. Naka unë. Edlia Gjani. Ju falenderoj që me këngëtarin tuaj e keni zbukuruar këtë festival dhe pas pak do të bashkohet edhe fituesi i edicionit të 10. Ju falenderoj.
Signori Salvioria, këngëtarja Sigorela Osmani me një këngë dhe Teuta Pango me një këngë tjetër. Festivali për të rinj interpretues i jepet nxënëses Olivia Punaj. Festivali për të rinj interpretues i jepet nxënëses Casey Vinili. Dhe falenderoj shumë Ligoraqin dhe Kozetin që bashkëpunohen për të dhënë të çmim shumë vështirë. s'kemi mbaruar. Fëmijët e tjerë pjesëmarrës të cilët nuk u vlerësuan kanë dhurata. Domethënë ftojnë Valerion, se s'kam të vetë. Ke vajza ti? Përshëndetje njëherë, mbrëma, faleminderit për gjithçka na dëruat. Si pa kuptuar Vrashti është ndjerë më mirë me ne. E gjithë kultura jonë kombëtare është ndjerë më mirë. Edhe ju vetë jeni ndjerë më mirë, sepse jeni rritur. Jeni rritur si poet, si personalitet, po dhe si kontribus. Është mirë që tradita ruhet edhe pasurohet. Disa gjëra do të them shumë sinqerisht. Në fillim mund të ketë pasur edhe njerëz skeptik se si do të arrijë ky qytet i vogël me një lidhje shkrimtarësh dhe artistësh me një numër të kufizuar të mbajë gjallë një festival poezie mbar kombëtar. Por koha tregoi që jo vetëm e mbajti, e rriti, ashtu siç rriti edhe veten, dhe sot kemi të bëjmë me një produkt të kulturës tonë, me një gjeografi të zgjeruar fizike, po dhe me një gjeografi të gjërë, poetike, estetike dhe emocionale. Kjo është një gjë shumë pozitive. Jeta bëhet më shëndetshme, njerëzit bëhen më qytetarë, më të paqët,
edhe nuk kërkus, se një farë kuptimi, poezia para thot ata që do të vinë një të ardhme. Poetët shikojnë më shumë edhe më larg se njerëzit e zakonshëm. Një gjë tjetër që do thoja është që gjatë këtyre viteve vlerësimet kanë qenë të një serioziteti të lartë. Unë nuk e di që të ketë aktivitete të tilla ku në juri të vi një personalitet si akademik Agim Vinca. Nuk e di, mund të ketë edhe festivalet të tjera, mos e di unë, po. Serioziteti ka qenë maksimal dhe ata që kanë dhënë vlerësim janë bazuar në kritere të qarta, estetike, duke vlerësuar natyrën e poezisë, figuracionin, prurjet e reja, gjuhën e shprehjes, edhe të pare që nuk i kanë gjetur në poezi të tjera. Jurit ndër vite i kanë lexuar të gjitha poezitë dhe një pjesë të tyre, përafërsisht 1/4, është kualifikuar për natën finale. Dhe kjo është bërë me shumë seriozitet. Është e dhimbshme që ti thuash dikujt që ti nuk kualifikohesh, po ti jeni të bindur që ne i lexojmë, i rilexojmë me shumë seriozitet. Pa e ditur se kush është poeti apo poetja. Mua më vjen me numër kodi. Mbaj shënime të rregullta, i rikthejmë atyre që lexoj, për të mos gabuar në asnjë rast. Pra, nëse dikujt mund mos i pëlqejnë vlerësimet tona, për një gjë garantojmë, moralisht jemi korrekt. Pastaj gjykimi subjektiv mbi një vlerë të caktuar poetike është e drejta e gjithkujt. Por ka disa fakte që japin të drejtë ndër vite jurive. Para disa vitesh, ne kemi dhënë çmimin e parë një poete nga Shkodra me origjinë nga Tropoja, e cila kur e mori çmimin e parë tha në përmet pas ka burra. Sot ajo është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe poezitë e saj janë përkthyer në anglisht dhe kërkojnë nga entet kryesore që botojnë poezi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo tregon që ne vlerësuam seriozisht që ne embrion një poete që ka arritur në nivele të tilla. Po kështu poetë të tjerë, një poete nga Kosova, që dhe ajo sot është një figurë qendrore e poezisë. Tashti, para se të lexoj këto, duhet të ndaj dhe një lajm të gëzuar me të gjithë ju. Po ju njoftoj se Biblioteka Kombëtare Gjermane, si motër e Akademisë së Shkencave të Gjermanisë, ka kërkuar që veprat e rilindësve tanë të përkthehen në gjermanisht. Në gjuhën e Fichtes dhe në gjuhën e Goethes, dy poetëve të mëdhenj gjerman. Dhe do të filloj me kryeveprën e Sami Frashit, Shqipëria që ka qenë çështë e zhvillimit. Juria unanimisht nderon me çmimin e tretë të festivalit në 10 vjetorin e tij poetin nga Kumanova, Sunaj Raini.
Poeti ndodhet në salë? A, do vi vajza që lexoj. Po. Faleminderit Luris dhe faleminderit gjithë atyre që vlerësuan poezinë dhe menduan se kjo ishte e hyrë për ta marrë një shkrim të tillë. Ju faleminderit shumë. Juria, i e shkrimin e 2 festivalit, poezisë së zonjës Ida Hodaj, Tirana. Ndihem shumë e vlerësuar dhe e nderuar. Ju falenderoj shumë. Çmimi i parë i festivalit i jepet poetës nga Prishtina, Shqipe Hasani. Por në këtë rast do të bëjmë diçka jashtë scenarit. Ftoj akademik Agim Vincën t'i dhuroj certifikat. Profesor, na e nderon festivalin duke ardhur këtu. Sa e që dini dritë si unë, profesor, dritë si unë, sa e që Bien ka Hasan, Hasan. Faleminderit për vlerësimin e këtij çmimi, më keni nderu një herë në këtë rast, mund t'ju them se këtë çmim ja dedikoj vajzës sime Moris, e cila ajo sot mban ditëlindje e Naim Frashërit në shkollën e saj. Faleminderit nga juria, organizatorin, poetin, esejistin, prozatorin, Ligor Shytin. Faleminderit ikona e letërsisë, i nderuar profesor Përparem Kabo. Faleminderit poetën profesoreshën Migena Arllati. Ju faleminderit gjithëve. Ju faleminderit të gjithëve. A ka mundësi, kështu si që jeni, ata që keni një krati për qafoni, për të treguar që poetët ndërtojnë vetëm për qafime dhe paqe. Takohemi në edicionin e 11, ju faleminderit të gjithëve. Naim Frashë, Gjuha Jo. Vëllezër shqiptar.
të prekim urtësin, të zëm udhën e mbar, të ngjallim Shqipërin. Shqipëria ka qenë edhe po do të jetë, por sot në ditët tënë, të metë, të mosket, e ka nderuar Zoti gjithnjë Shqipërin. Ish fort mirë që moti, do bëhet edhe tanin. Sa ishte trimëria në atë kohë të vjetër, kish emër Shqipëria, sa s'kish ndonjë vend tjetër. Sa burra kordëtar kanë zjerë Shqipëria, më pastaj e më parë që shkruan historia. Ajo ish kohë e zjartë dhe kish mundime tepër, po sot pandë dhe kartë na duhet, nuk tjetër. O burra shqiptar, të marrim diturit, se s'është kohë e parë, tani lipse drit, të shkruajmë gjuhën tënë, kombin të ndritojmë, gjithë çështje që ka qenë nga dalës ta mësojmë. Pa shihni gjuhë e mirë, sa shije ka e hije, që bukur dhe lirë, si gjuhë perëndije. Shumë e bardhë kjo ditë, për gjithë shqiptarët, do na sjellë një dritë që se kishin të parët. Kjo dritë do na bjerë të gjitha mirësitë, dhe të gjithë do t'i ngrerë dëmet e marrëzitë. Si lumë kush zë të mbjell, lumë kush vë këtë pemë, se kjo ka për të pjell, s'mbulohet me rem.